Kalojmë tek tema e dytë e mësimit, vargjet e modeleve të figurave. Dhe kemi disa modele, modeli i parë, modeli i dytë dhe modeli i tretë. Këto modele vijojnë sërish. Çfarë vërejmë re tek modeli i parë? Tek modeli i parë vërejmë që kemi 3-6 këndësha, modeli i dytë kemi 6 këndësha, modeli i tretë kemi 9-6 këndësha. Dhe në këtë mënyrë na janë formuar një varg 3-6-9 e në vijshmëri. Rregulla e formimit të modelit të figura është shto 3-6 këndësha. Pra kishim 3-6 këndësha, ne shtuam dhe 3 të tjerë anash. 1, 2, 3. Dhe kështu me radhë, kishim 6, shtuam sërish dhe 3-6 këndësha. Në këtë mënyrë do vijojmë dhe me modelin e katërt e në vijim. Tani ndërtojmë një tabel dhe gjejmë lidhjen që ekziston ndërmjet numrit të 6 këndësha dhe numrit të modelit. Pra kemi numrin e modelit dhe numrin e 6 këndshave. Numrin e modelit të parë kemi 3-6 këndësha. Tek modeli i dytë kemi 6 këndësha dhe tek modeli i tretë kemi 9-6 këndësha. Cila është lidhja e këtyre? 1 herë 3 baraz me 3, 2 herë 3, 6, 3 herë 3, 9. Pra lidhja është herë 3. Pra numrin e 6 këndshave është barabartë me 3 herë numrin e modelit. Ndryshe numri 6 këndshave është barabartë me 3 herë n ose 3 n. Vijojmë tani me zgjidhjen e një ushtrimi. Dhe kemi këto janë disa modele të formuara me katror. Kemi modeli i parë, modeli i dytë, modeli i tretë. Pa kaluar tek kërkesa tjera, çfarë vërejmë re tek këto modele? Tek modeli i parë vërejmë 3 katrora. Tek modeli i dytë kemi po 3 katrora që na janë shtuar dhe 2 katrora tjerë. Tek modeli i tretë kemi të njëjtë modelin e dytë dhe na janë shtuar 2 katrorat. Pra, rregulla për këtë rast që nga shto 2 katrora. Tani do të vizatojmë edhe dy modele që vijnë pas tyre. Do vizatojmë modelin e tretë dhe do shtojmë 2 katrora. Pra, vizatojmë modelin e tretë. Pra, kjo është modeli i tretë dhe do shtojmë 2 katrora. Pra, modeli i katërt. Pra, deri këtu jemi modeli i tretë, kemi shtuar 2 katrora. Vazhdojmë te modeli i pestë, i cili është si modeli i katërt dhe do shtojmë 2 katrora. Pra, kemi modeli deri këtu jemi modeli i katërt, do shtojmë dhe 2 katrora të tjerë modeli i pestë. Numrat e katrorëve të cilit i model formojnë një varg. Kopjoni dhe plotësoni vargun. Kemi modelin 3, 5, 7 dhe në vijim. Pra 3 katrora, 5 katrora, 7 katrora. Do vijojmë 9 katrora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 katrora dhe modeli tjetër 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 katrora. Pra modeli i 5 është me 11 katrora. Pra rregulla ishte plus 2, 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9, plus 2, 11. Pra shkruani rregullin e formimit të tij është shtoj, pra do shto 2. Kjo është rregulla. Tani do plotësojmë tabelën që na jep numrin e modelit dhe numrin e katrorëve. Modeli i parë 3 katrora, modeli i dytë 5, modeli i tretë 7 katrora, modeli i katërt 9 katrora, modeli i pestë 11 katrora, modeli i 6 13 katrora. Tani na duhet që të shkruajmë një rregull që lidh numrin e modelit në me numrin e katrorëve. Pra na duhet që gjejmë këtë rregullin për të kaluar nga numri i modelit me numrin e katrorëve. Pra rregulla është herë 2 plus 1. 1 herë 2, 2 plus 1, 3. 2 herë 2, 4 plus 1, baraz me 5. 3 herë 2, 6 plus 1, 7. 4 herë 2, 8 plus 1, 9. E kështu me radhë. Pra, n-ja është e barabartë me 2 herë numrin e modelit plus 1. Pra numri i katrorëve është e barabartë me 2 herë numrin